Miqtemi, përshëndetje. Për një farë kohe, personazhi i historisë son po ndiqte shkollën e riedukimit. Ai u rrit në një shtëpi të rënuar nga alkooli dhe shoqëroi me një grup djemsh që nuk kërkonin gjë tjetër veç se telashe e sherrë çdo ditë. Megjithatë, e gjitha kjo ndryshoi atë natë, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Mos qeshti, se plaku im ishte predikues i madh. Po, ishte. Është e vërtet. Ka qenë i zoti, a e morët vesh. A e vdiq kur unë isha 12 vjeç. Baba, Norm? Po ti çfarë bën këtu? po luaja basketboll në klubi. Hey, shikoni pak. Ky është djali im Norm. Shkemi. Tash të shkonim bashkë në shtëpi. Çame, unë shkoj në shtëpi kur më do qefi. Mirë baba, mirupafshim më vonë atëherë. Prit pak Norm, prit. E mirë se po vi me ty. Edhe pse gjella ime tashmë është bërë akull. Iga çuna, iga. Natën. Të shpallim lajmin e mirë përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizuar dhe prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në Shqip nga Radio 7. Përgjigja përfundimtare për një jetë të trazuar është Princi i Paqes. Këtë shikoni shumë qartë edhe në historinë tonë. Tani për transmetim në gjuhën shqipe programi 11 i serisë Të lirë nga prangat. Program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Kujdes pjellgjet me ujë baba. Ka rënë shi sot. Vjen ere thartuar gjithandej. Bu. Po, për të verë grumbulli i mbeturinave vjen shumë herë. Bu sa më madh. Bu. Shife. Mi ku do mor. E qëllova një mi sot në shtëpi me 1.22. E urrej këtë vend. Nën erdhëm ne. Çfarë ka për ngrën? Ato që kanë mbetur. Prisja që ti të më sillje rrogën. Nuk dua mbeturinat, më bëj diçka që ja vlen. Shpejt. Nuk kemi asgjë. Çfarë? Baba, mos të ri. Ti mos u përzi. Mos i rri fëmijët. Mos më thuaj mua çfarë do të bëj. Morë vesh apo jo? Ja, unë që ja burda të këtë shtëpi. Baba e punonte shumë, por kishte qenë alkoolist gjatë gjithë jetës së tij. Kur ai bëi i dhunshëm te arritjen e fëmijët, nëna futej në mes, dhe babai arriti atë vetëm sepse ndërhynte. Gjithmonë ndihesha shumë keq kur ai arriti nënën. Ajo ishte shumë e fortë, duke na arritur të gjithë ne fëmijët në një shtëpi me 2 dhoma. Ajo na bënte gati për të shkuar në shkollë, dhe më pas dilte dhe pastronte shtëpitë e të tjerëve. Megjithatë, ajo ishte gjithmonë në shtëpi kur ne ktheheshim pas dite. Nën, e di çfarë? Çfarë bir? Gjeta punë, tek dyqani i sanduiçeve, me kohë të plot. Në moshën tënde? Po shkolla. Do të jetë pas shkolle, 4 deri në 12. Qen ka shumë vonë, Norm. Më duhet telesportin, por s'ka problem, na duhen para për të jetuar. Jam kaq krenare për ty bir. Po dal të luaj basketball. Është hera fundit, sepse nesër filloj punë. Isha vetëm 12 vjeç kur fillova të punoj me kohë të plot. Por isha në vitin e parë të shkollës së mesme, sepse kisha kaluar nga klasa e parë në të tretën. Restoranti, duke qenë në qendër të qytetit, ishte një vend ku shoferët e furgonave dhe djemë si unë qëndronin për të kaluar kohën. Dhe që më pas, të gjithë ne formuam një band që quhej Djemë Gjakatar. I dëgjova të gjitha thashëthemet. Mësova gjuhën e rrugës dhe u rrita shumë shpejt. Sikur t'na kishe parë Norm, i ram keq fare ata djemtë e skuadrës tjetër. Apo jo çuna. Dhe pastaj e shkatrun fare parkun. Sa mia kena po bie. Sa keq që kisha punë, humba gjitha të gallat. Sa të mbarosh punë, ne kemi disa aktivitete të tjera për të bërë. Apo jo çuna. Ne do shkojmë te liçeni dhe do të shohim se çfarë ka brenda shtëpive verore. Mund të gjejmë ndonjë pije alkolike, nëse nuk gjejmë ndonjë gjë tjetër.
Më pëlqente kur ziheshim me bandat e tjera, kur i vinim dhe i shkatëronim gjërat. Gjithashtu më pëlqente vëmendja që na kushtonin policia dhe gazetat. Familja ime nuk dinte asgjë për aktivitetin tim me bandën dhe as faktin që unë vidhja dyqane të ndryshme, madje edhe punëdhënësin tim. Isha paralajmëruar shumë herë nga policia, madje edhe drejtori i klubit të djemve që punonte si aktivist në polici më mori më njanë për të më këshilluar. Norm, dëgjova se të kishin kapur duke vjedhur përsëri. Me sa duket, nuk e ka marrë akoma dorën kësaj pune. Duhet t'i thrasësh mendjes djalë. Nëse kapësh edhe një herë, do të dërgohesh në shkollë riedukimi. Nuk dua t'ja di, atje kam plot miq. Kjo nuk është diçka për të mburrur. Diçka e tillë do ta bënte jetën tënde lëmsh. Nuk e kam problem fare. Shiko, ti je fëmijë i zgjuar. Nuk më pëlqen të të shoh teksa e shkatron jetën tënde. Zgjidhi shokut me kujdes. Në fakt shqetësohesha shumë më tepër se sa e tregoja, dhe kjo ishte për shkak të motësime të madhe. Ajo ishte e vetmja në familjen tonë që shkonte në kish. Kisha shkuar në kish tek programi i fëmijëve kur isha i vogël, por u zura me dikë dhe ata më nxorën jashtë. Tani që ishim më të rritur, ajo shkonte në kolegj biblik dhe kur vinte në shtëpi, na e bënte jetën të padurueshme. Duhet shkosh në kish dhe në programet e fëmijëve, Norm. Po, ti e bër tamam si zoti Klein. Ai vjen çdo diel dhe mundohet të na çojë tek programet e fëmijëve. E kam vdekje kur ai vjen vërtet. Ai thjesht po mundohet të të ndihmoj. I urrej programet e fëmijëve dhe nuk më pëlqen fare të shkoj në kish. A nuk e sheh se i duke shkuar drejtë në fer? Nëse vazhdon të ndjekësh botën, atje do të përfundosh. Hej moj, se nuk jam dash i keq, a? Norm, në ditën tënde më të mirë, Zoti nuk do të pranonte në parajs. Ai quan veprat tona më të mira si lecka të pista. Me gjithmonë ke? Është e vërtet. Edhe atëherë kur mundohemi të bëjmë gjën e dur, motivet tona janë të gabuara, plot me krenari. Të paktën në fer do të kem plot shoqëri. Megjithatë, një ditë gjithë ne do të qëndrojmë përpara Perëndis dhe do të gjykohemi për çdo mëkat që kemi kryer, për mendimet dhe veprat tona. Nëse nuk je plotësisht i pastër, nuk do të shkosh në parajs. Me që qenë ka puna kështu, askush nuk do të shkoj. Jo, vetëm nëse ti e njeh Perëndin. Thellë brenda meje, e dija që ajo kishte të drejtë. Viti i parë i shkollës së mesme dukej shumë i ngarkuar për mua. Pronari më kapi duke vjedhur dhe u zura keq me gruan e tij. Kështu që e lash punën. Menjëherë gjeta një punë tjetër, duke punuar herët në mëngjes dhe mbas ditëve. Kështu që mbrëmjet i kisha të lira. Kisha më shumë kohë për të futur në telazhe. Një natë, disa nga ne kriminalët vendosëm të bëjmë një grabitje në një qytet tjetër. Çuna, i zgjodha 3 vende që mund të grabisim sonte. Një pikë karburanti, një farmaci dhe një dyqan ushqimor. Të gjitha janë të mbyllura, kështu që do t'i kemi shumë të thjeshtë për t'i grabitur. Unë nuk mund të vrapoj se kam përdredhur këmbën. Po ti mund të ngasësh makinën apo jo? Sigurisht. Johnny, ti liroje. Unë dhe Stevie do shkojmë brenda. Cilin do të grabisim në fillim? Karburantin. Çuna, karburanti kishte shumë drita dhe farmacia nuk mu duk si e thjesht për t'u grabitur. Të gjithë ata që kalojnë mund të na shohin që jemi brenda. E po ne do të bënim grabitje sonte. Na shoh tek dyqani i ushqimeve, Norm. Është pak më poshtë. Ndoshta është më mirë ta lëm fare. Jo. Shikoni, nuk ka asnjë njeri dhe brenda është errësirë. Ja të shkojmë të mbarojmë punë sonte. Ti, Norm, na prit këtu. Brenda pak minutave, pasi ata kishin shpërthyer derën për të futur brenda, grupi u kthye me nxitim, pasi roja kishte thënë se po vinte policia. Për disa arsye të panjohura, ndalova së shkuari në përgrabitje që atë natë tutje. Dhe brenda disa javëve, shumica e djemve u kapën gjatë një grabitje dhe përfunduan në shkollën e riedukimit. Unë fillova të luaja si mesfushor në skuadrën e basketbollit të qytetit dhe vazhdoja me sjelljen e rrugës duke u grindur pas ndeshjeve. Ai arbitri është i verbër. Po, ai djali në pozicionin e tretë nuk ishte në rregull. Jam kaq i zemëruar, duhet ta kishin fituar ne atë lojën. Më vjen t'i hyndur njërit me grushta. Jo këtu, ka shumë veta në këtë vend. Eja të shkojmë të liçeni dhe të rrajmë ata të krishterët qullash. Po, le të shkoj. Mund të gjejmë edhe disa vajza atje. Se çka një konferencë këtë ditë. Shumë mirë. Sa do doja ti mësoj atyre fanatikëve një 2 gjëra. Ma kaloni pak atë shishën e whiskit.
Unë kurrë nuk kam qenë udhëheqës, por qëndroja me bandën sepse nuk kisha kurajo të ngrija zërin dhe të kundërshtoja nëse diçka nuk ishte e drejtë. Në udhëtuam për në liçen atë natë dhe arritëm atje rreth orës 11:30. Nuk e kishim kuptuar se na kishte dalë një nam i keq, dhe se udhëheqësit kërkonin respektimin e orarit nga të rinjtë e krishterë, sepse e dinin që ne do t'i krijonin probleme. Kështu që kur arritëm atje, askush nuk ishte vërtet. Ku janë të tjerët më lale? Ky është vendi i shkret. Sa mi ngre nervat. Isha i sigurt se do të gjenin fëmijë tek ai dyqani i ëmbëlsirave. As kanaçe nuk paska tek plerat që t'i qellonim. Di unë se ku janë fëmijë. Po shturës. Ata shkojnë për të bërë not pas punës në mbrëmje. Ai djali ishte i verbër, me siguri. Është shumë e çuditshme. Nuk paska asnjë duke bërë not. Nuk paska asnjë fare. Qen ka një djalë që është ulur në fund të shtyllës së urës. E shikon? Ndoshta ai e di se ku kanë shkuar të tjerët. Hey, ku janë të tjerët? Po vajzat, ku janë? Ndoshta kanë marrë vesh se u djem po vinit dhe u larguan. Buri mençur ky. Po, u them ta hedhim në ujë. E dija që ai burri ishte fanatik në fenë e tij dhe e dallova këtë nga toni i tij i zërit. Por po prisja që ai të reagonte në mënyrë që unë t'i gjuaja dhe më pas ta shtyja duke e hedhur në liçen. Ne po talleshim, duke qenë shumë ofendues kur ai më bëri një pyetje që më bëri të mendoj. Pas një momenti do dëgjojmë pyetjen që ndryshoi jetën e Norm. Të gjithëve u pëlqen një histori e bukur, një histori që ilustron mësime të rëndësishme. Kjo është arsyeja pse Jezusi përdori kaq shumë shëmbulltyra dhe pse të lirë nga pranga cil këtë program përpara jush për më shumë se 50 vjet. Ne kemi publikuar në broshura të vogla më shumë se 40 drama të serisë Të lirë nga prangat, që janë transmetuar në radio në versionin e tyre origjinal dhe me shumë kënaqësi do t'ju dërgonim një prej tyre. Ju mund t'i lexoni vetë apo t'ia jepni dikujt tjetër që ka nevojë për inkurajim. Secila prej tyre tregon një histori të vërtetë, ashtu siç është treguar në radio. Një dëshmi e vërtetë se si Perëndia ka sjell një person nga errësira në dritën e dashurisë së tij. Nëse ky program e ka prekur zemrën tuaj, mos harroni të na shkruani në info@radioviz7.net ose në Radio 7 Kutia Postare 29 14 Tiranë. Më falni, a mund t'ju bëj një pyetje? Patjetër. A do të talleshit me emrin e nënës suaj dhe ta përdornit ashtu siç po e përdorni emrin e Zotit? Kur? Po pse? Sepse unë e dua nënën time dhe e di që ajo më do. Nuk do të lejoja askënd ta therriste me një emër tjetër. Jezus Krishti të do shumë. Ai dha jetën e tij për ty. Hajde çuna, ikim që këtu. Ju çuna ikni. Nëse ka Zot, pse lindin foshnjët e gjymtuara? Nëse ka Zot, pse vuajnë njerëzit e pafajshëm gjatë kohës së luftës? Perëndia lejon shumë gjëra që ne të kthehemi tek ai. Po, patjetër. Tani më thuaj, pse njerëzit e varfër që besojnë tek Perëndia qëndrojnë të varfër, ndërsa të pasurit sjellin gjithë të këqijat në botë? A ka mundësi të bëj një pyetje? Po, A dëshiron ti që mëkatet e tua të falen? askush nuk më ka bërë ndonjëherë këtë pyetje. Sigurisht që do të më pëlqente që të gjitha mëkatet e mia të falen. Atëherë, ule kokën dhe lutu. Unë nuk di se si të lutem. Nuk jam lutur kurrë më parë. S'ka problem. Perëndia e njeh zemrën tënde. Unë nuk i di fjalët e sakta, por thirrja thellë brenda meje ishte: O Perëndi, eja në zemrën time dhe më pastro. Dhe kjo ishte ajo çfarë ndodhi kur unë ula kokën time dhe u luta atë natë. Atëherë isha vetëm 16 vjeç, dhe tani që jam rritur, e di që u rilinda dhe mu dha një zemër e re, ndërsa ja kisha hapur zemrën time Jezus Krishtit. Ne ecëm deri në fund të urës, ku ai hapi Biblën e tij për të lexuar në një vend me një dritë të dobët. Unë dua të të lexoj atë çfarë Jezusi tha tek Gjoni kapitulli 5, vargu 24. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk do të dënohet, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Tani lexoje ti. Në të vërtetë po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk do të dënohet, por ka kaluar nga vdekja në jetë.
Kush po flet këtu? Jezusi. A gënjen Jezusi? Jo, a i thot gjithmonë të vërtetën. Çfarë tha ai? A i tha, a i që dëgjon fjalën time. A i ke dëgjuar? Po, Dhe çfarë beson? beson në atë që më ka dërguar. A i beson? Po, unë e besoj. Atëherë ti ke jetën e përjetshme. Jo në momentin kur vdes, por tani. Ti nuk do të biesh në ndryshkim. Nuk e pse të shqetësohesh për të ardhmen, sepse dikush do të kujdeset për të. Ti ke kaluar nga vdekja në jetë, po ta jap këtë varg ty sepse nesër në mëngjes, kur të ngrihesh nga gjumi, djalli do të jetë aty afër teje duke të thënë: ai burri të bëri budalla mbrëm. Mos i beso atij. Norm, besoj Zotit. Mirë. Mësoj e përmendësh këtë varg. Ndërsa ecja drejt shtëpisë atë natë, hëna ishte e plot, dhe unë ndalova të soditja veprën e Perëndis, dashurinë e tij, sakrificën e tij për mua. Thira, o Perëndi, ky lajm rreth Jezusit është kaq i mrekullueshëm, të gjithë njerëzit në botë duhet të dëgjojnë për ty. Mëngjesin tjetër, patjetër që djalli u mundua të më thoshte se nuk ishte e vërtet, por kujtova vargun dhe i tregova nënës. Ti je shpëtuar? Mbrëmu luta të pranoja Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim. Të gjitha mëkatet e mia janë falur. Nuk besoj se ti ke patur ndonjë mëkat, Norm. Sigur ta dije nën. Kam bërë shumë gjëra për të cilat më vjen turp nën, por unë nuk do të kem më turp. Babait tënd do t'i bësh shumë qefi kur ta marrësh, sepse babai i tij ka qenë predikus. Ma merr mendja se edhe Dona do të gëzohet. Ka kohë që më flet për shpëtimin. Nuk u betova më dhe nuk tregova më barsaleta të pista. Nuk u mbajta si i fortë dhe nuk u shoqërova më me bandën e vjetër. Asnjëherë nuk shkova të përballesha me ta. Por ata e dinin dhe talleshin me mua. U mundova të gjej një kish ku të ndihesha rehat, por nuk ndihesha mirë tek asnjëra për shkak të reputacionit tim. 6 muaj më vonë, më ftuan të bashkohesha me një grup studim Bible në shtëpi dhe aty u takova me Muriel. Ne shkuam në Chicago për një takim të veçantë dhe unë e ndiqja atë kudo. Norm, unë nuk mund të dal me ty. Ne nuk kemi asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët? Që të vi emër të Krishter. Ti? I Krishter? Po, bëra lutjen e shpëtimit 6 muaj më parë. Me sa duket, njerëzit akoma nuk më besojnë. E po, ke një nam të keq për të kapërcyer. Prandaj nuk erdhe me ne në autobus. Jo, unë erdha me makinë se isha me grip. A mund të kthehem me ty? E po, mirë. A të pëlqen grupi ynë i studimit të Biblës? Gjithçka përveç kapjes së duarve kur lutemi. E urrej këtë gjë. Kur kapim duart, na kujton ne se jemi pjesë e një trupi, Norm, të trupit të Krishtit. Herën e parë kur mu desh të lutesha me zë të lartë në grup, thash se do të vdisja. Por tani nuk e kam shumë problem. Kjo vërtet hapi diçka shumë të veçantë për mua. Sa më shumë të lutesh haptazi, aq më e lehtë bëhet. Po, më parë tallesha me emrin e Zotit përpara njerëzve. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse të mos e falenderoj atë haptazi. Më duhet ta pranoj se disa njerëz më paralajmëruan të rrija larg, Norm. Nuk jam i mirëpritur në asnjë vend më. Madje edhe miqtë e mi të vjetër më shmangen. Ata më quajnë djali i vogël i Jezusit. Kjo është një shenjë e mirë. Ti ke lindur e Krishter apo jo, Muriel? Askush nuk lindi Krishter. Vjen një moment në jetë kur ti duhet të zgjedhësh të ndjekësh Jezusin, ashtu siç bëre edhe ti. Ti e kupton se çfarë dua të them? Po, prindrit e mi ishin misionar, kështu që u rrita në një shtëpi të Krishter. E vetmja në familjen time që e njihte Zotin ishte motra ime Dona. Ajo për gjithë këto vite është lutur për mua. Nëpërmjet grupit të rinjve vendosa të shkoja në kolegj. Nuk kisha para dhe as bursë, kështu që punova shumë gjatë 4 viteve dhe i shkrova Murielit çdo ditë. Unë kurrë nuk kisha marrë pjesë në sporte të ndryshme, sepse kisha qenë shumë i zënë duke punuar. Por pata mundësinë të luaja basketboll në kolegj çdo vit dhe futboll një vit. Kisha planifikuar të diplomohesha në edukimin fizik dhe të isha trajner derisa kuptova se nuk e kisha pyetur Perëndin se çfarë ai dëshironte që unë të bëja. Kështu që vonë një natë dola për një xhiro rreth godinës dhe pash se sa krenar dhe sa egoist kisha qenë. Ndaj dhe u përula mbi bar dhe qava si një foshnjë. O Perëndi, nuk dua të di se ku do të shkoj, me kë do të martohem, se sa para do të bëj.
Nuk dua t'ja di fare për të ardhmen time. Gjithçka që dua, o Zot, është vetëm vullneti yt i përkryer për jetën time. U ngrita si një martir, duke menduar se kur nuk do të luaja më sport, por e kisha gabim. Më vonë u ktheva në shtëpi dhe ndalova pranë tavernës, ku e dija se aty do të gjeja babain tim. Hey! O njerëz, pushoni. Ky këtu është djali im. Dhe ai po studion të bëhet predikues. Ke të drejtë, baba. Perëndia dëshiron që unë të predikoj ungjillin. Ti them të tjerëve për Jezusin, se si ai vdiq për të na bërë ne të lirë. Nga e di ti se çfarë dëshiron Zoti? Ai foli zemrësime nëpërmjet fjalës së tij dhe nëpërmjet të tjerëve. Kisha plan të diplomohesha në edukim fizik dhe të isha një trajner, por unë e di pa pikë dyshimi se ai dëshiron që unë të jem një misionar diku, ndoshta edhe në Kin. Në Kin, çfarë ju kam thënë? I ka ngjar i tëri babai tim. Kam edhe disa lajme të tjera të mira. Muriel dhe unë do të martohemi, baba. Prindrit e Muriel ishin një influencë e madhe në jetën time të re. Ata me shumë hir më pranuan, pavarësisht nga e kaluara ime e keqe. Nuk kaloi shumë dhe unë e Muriel u martuam. E më pas dëgjuam ndërsa një misionar në Kin përshkruante mundësinë në Taiwan, ku trupat ishin larguar pas pushtimit komunist në pjesën qendrore. Ne u ndjehëm të drejtuar për t'u bashkuar me grupin e tij. Përpara se ju të merrni një vendim dhe të përkushtoheni, ju kërkoj të bëni këto 3 gjëra. Së pari, flisni me njerëzit të cilët i njihni mirë. Dakord. Më pas shihni njerëz të tillë si Abrahami, Mojsiu dhe Jeremia. Studioni procesin nëpërmjet të cilit ata kaluan kur po kërkonin vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre. E drejtë. Së fundi, lutuni dhe agjeroni. Shpenzoni kohë me Zotin, duke kërkuar drejtimin e Tij. Qetësoni në Psalmin 32, vargu 8, ku Perëndia thot: Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Ne ndoqëm këshillën e tij dhe në fund të 2 javëve ishim të bindur se Perëndia na donte në Kin. Kështu, ne filluam të vizitonim kishat kudo në Amerikë, duke kërkuar mbështetje dhe një ditë unë mora një telefonat të veçantë. Alo? Po, këtu është. 1 minutë, trajner. Norm, të kërkojnë ty. Alo? Norm, jam trajner Doni. Është kënaqësi të flas me ju, trajner. Me se mund të ndihmoj? Po ne po formojmë një grup basketbolli ungjillizues për të shkuar në Taiwan. Dua të di nëse ti do të lutesh për të bashkuar me skuadrën tonë dhe të predikosh me ne. Don, Zoti disa gjëra i ka bërë të qarta dhe nuk kemi pse lutemi. Vendose emrin tim. Biblën dhe këpucët i kam gati. Mrekulli, mirupafshim së shpejti. Lavdi Perëndis, Muriel. Perëndia do të më lejoj të mbaj në një dorë Biblën dhe në tjetrën topin e basketbollit. Ne shkuam në Taiwan në vitin 1952, kur tensioni ishte i lartë për shkak të pushtimit komunist, por Perëndia bëri disa gjëra të mahniqme. Skuadra jon luajti 87 ndeshje në 40 ditë dhe i fituam të gjitha përveç njërës. Shumë njerëz dëgjuan ungjillin gjatë këtyre ndeshjeve në kohën e pushimit, dhe çdo lojtar i skuadrës shkoi në shërbes me kohë të plotë më pas. Ndërkohë, Muriel shkonte në të gjitha shtëpitë e fshatit ton dhe i dëshmonte njerëzve për Jezusin. Pas 2 viteve në Taiwan, unë shkova në një seminar në qytetin e New Yorkut për të marrë më shumë trajnime biblike. Kur isha atje, predikova në një mision shpëtimi dhe 6 djemë erdhën për të pranuar Krishtin. Ne u lutëm me të gjithë dhe më pas fola për një farë kohe me një të pastre. Unë rrita në Indiana. Edhe unë, çfarë pune ke bërë atje? Po kam punuar në një dyqan sanduiçesh në qendër. Vërtet? Edhe unë. Çfarë kohe ke punuar aty? Gjatë viteve të lutës. Kam punuar gjatë turnit të ditës. Dhe unë kam punuar gjatë natës. Kuki? Të mbaj mend. E të mendosh se ti që ke bërë për ti grusë? Megjithatë, cili është ndryshimi? Çfarë të ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve?
po shumë e thjesht. Ti u bëre i krishter, kurse unë jo. Perëndia më tregoi shumë qartë se për ku isha drejtuar përpara se ai të mbështjellte zemrën time. Muriel dhe unë qëndruam në Taiwan për 16 vjet, ku lindën edhe 2 vajzat tona. Dhe unë shpenzova edhe 13 vite të tjera si drejtor personeli i shërbesës. Çdo verë, për 24 vite, unë u dotova botën me skuadrën ungjillizuese të basketbollit. Më pas, ne shkuam në Oregon, ku unë dhash mësim dhe këshillim. Megjithatë, kaluam 55 vite para se të merrja një letër. Mos është nga gruaja e tij? Vejusha e tij. Ajo thot se ai ishte betuar Perëndis t'i dëshmonte të paktën një personi çdo ditë. Atë ditë ai ishte aq i lodhur, saqë u fut në shtrat dhe pothuajse e zuri gjumi. Kur kujtoi se nuk i kishte ungjillizuar askujt gjatë ditës, kështu që u ngrit dhe doli jashtë duke kërkuar një person me të cilin të fliste. Por askush nuk ishte vërdall, kështu që ul tek ura dhe i kërkoi falje Perëndis, ndërkohë që ne erdhëm dhe ai më udhëhoqi tek Krishti. Norm, që ka histori shumë e bukur. Perëndia është i mahnitshëm. Çfarë ndodhi me të? Ai ishte pastori i disa kishave, presidenti i një kolegji biblik në Iowa, dhe vdiq 7 vjet më parë. Mendo se sa njerëz kemi arritur ne për Krishtin, kudo në botë, vetëm sepse ky njeri ishte besnik. Të dy prindërit e mi e pranuan Krishtin përpara se të vdisnin. Babaja në fund fare kur po vdiste nga kanceri. Nëna asnjëherë nuk tha asnjë fjalë të keqe për babain tim, pavarësisht nga mënyra se si ai e trajtonte. Gjatë pushimeve verore të kolegjit, Muriel dhe unë vazhdojmë të shkojmë në mision. Në Bibël, tek e para Korintasve kapitulli 15, vargu 58, ka më shumë kuptim çdo vit që kalon. Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. Miqtë e mi, a jeni të lodhur me jetën tuaj që duket sikur kur nuk do të ndryshoj dot? Nuk ka rëndësi se çfarë ju mban të lidhur. Jezusi mund t'ju çliroj. Ai tha tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 10 dhe vargu 10. Vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë, e ta kena të me bollëk. Nuk ka rëndësi mosha apo preardhja juaj. Perëndia ka premtuar se kur të vini tek ai me pendes të plot, e të kërkoni jetën e re në Krishtin, ai ju pranon si fëmijën e tij. Veprat e Apostujve kapitulli 2 dhe vargu 21 thot: Dhe do të ndodhë që kushdo që do të thëras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Për të mësuar më shumë rreth jetës së re në Jezus Krishtin, ju ftojmë na kontaktoni në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose në info@radioviz7.net. Ndoqët programin e 11 të serisë Të lirë nga prangat në gjuhën shqipe. Të lirë nga prangat është prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll në Shqip nga Radio 7, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, mund të mbushet derisa të derdhet. Letra ose emaili juaj është shumë i rëndësishëm nga ç'mund ta mendoni. Ndaj mos harroni të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net.